Protestuesit në Iran sfiduan mbrëmjen e së shtunës praninë e forcave policore duke mbushur rrugët pavarësisht njoftimeve se disa qindra persona ishin vrarë ose plagosur nga forcat e sigurisë në 3 ditët e fundit. Shumë prej tyre dolën në distriktin Gisha të Teheranit, ndërkohë që në Mashhad, qyteti i dytë më i madh i vendit, u verifikuan menjëherë përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Pamje të publikuara online tregojnë se si protestues të maskuar u strahuan prapa kontenjerëve me mbeturina, teksa një kordon agjentësh u duk në distancë. Gjithashtu, një autobusit ju vu flaka dhe të shtëna armësh u dëgjuan. Tubime pati edhe në sheshin Punak në perëndim të Teheranit. Manifestuesit kërkuan një zëri fundin e regjimit klerikal. Disa prej tyre u pan teksa ndiznin cigare duke i vënë zjarin më parë fotografisë së liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Duke reaguar, prokurori i përgjithshëm i vendit Mohamed Movahedi Azad deklaroi se kushdo që protestonte do të konsiderojë armik i Zotit, një krim i ndëshkuar me dënimin me vdekje. Sipas një grupi për të drejtat e njerëzit, mbi 2500 persona janë arrestuar që nga nisja e protestave më 28 dhjetor. Ato u nxitën nga rritja e çmimeve dhe zhvlerësimi i valutës vendase dhe janë përhapur në mbi 100 qytete e fshatra të çdo province iraniane. Vetë lideri suprem Ali Khamenei ka hedhur poshtë kërkesën e protestuesve duke i quajtur ata një band vandalësh që kërkojnë t'i bëjnë qefin presidentit amerikan Donald Trump. Nga ana e tij, Trump ka kërcënuar se do ta godasë Republikën Islamike me forcë së madhe nëse autoritetet fillojnë të vrasin njerëzit. Kryetari i parlamentit iranian Mohammed Beqar Kalibaf paralajmëroi se nëse Shtetet e Bashkuara godasin vendin, bazat ushtarake dhe logjistike amerikane dhe izraelite në rajon do të konsiderohen objektiva legjitim për të sulmuar.